Spinaqin duhet ta provoni në këtë mënyrë. Në një tigan do të hedhim pak vaj dhe do të skuqim disa qepë të njoma. Do të hedhim 300 gram spinaq, të cilin më parë kam larë dhe e kam ngrirë. Do të hedhim krip. Do ta skuqim spinaqin në temperaturë mesatare për disa minuta derisa të rrigjohet. Dhe më pas do ta fikim zjarrin dhe do ta lejmë të ftohet plotësisht. Ndërkohë në një enë tjetër do të hedhim 2 vezë, 3 lukos, rreth 60 ml vaj dhe krip. Do t'i përziej mirë. Do të hedhim 100 gram miell misri, 200 gram miell gruri, 10 gram pluhur pjekës, ose nëse nuk keni pluhur pjekës, mund t'i hedhni 1 lugë çaji sodë buke. Të vazhdojmë ta përziejmë mirë derisa mielli të mos na ngelet më me kokriza. Pasi spinaqi është ftohur, do ta hedhim sipër. Do ta përziejmë përsëri. Tashmë kemi gati, të gjithë masën do ta hedhim në tavë. Unë në këtë rast e kam darë në 2 tava të vogla sepse më pëlqen që të jetë pak e hollë, por nëse dëshironi mund ta hidhni në një tavë të vetme. Do ta përhapim mirë në mënyrë të barabartë. Sipër, sipas dëshirës, mund t'i hedhni fara susami. Dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangruar me 180 gradë për 20 deri 25 minuta në varësi dhe të furrës. Pasi është pjekur, do ta lejmë të ftohet pak dhe më pas do ta presim. Tashmë e kemi gati për ta konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.